Nëse një fëmijë e humb lodrën e tij, fillon të qaj dhe ndoshta edhe të piskas. Në atë moment, përderisa i ofrohet një lodër tjetër ose një opcion tjetër, mënyrë fillon të buzëqesh. Fëmijët ja falin njëri tjetrit inatin vetëm në moment kur ata luajnë së bashku. Pra, nëse janë të grindur me njëri tjetrin dhe e shohin se duan të luajnë bashkarisht, grindjen dhe inatin e harrojnë dhe bëhen sërish shok për hir kënaqësisë dhe lumturisë. Pse të rriturit nëse grinden me njëri tjetrin nuk bëhen shok, po vazhdojnë 3 vjet të rinë të hidhruar. Gjithë ata të cilët janë të hidhruar sot në xhuma nga kjo xhamia e bukur, një mesazh xhumaje: shtrija dorën, e pejgamberi ka thënë, ai i cili shtrin dorën i pari ka me e qel derën e xhenetit i pari. Bëhu i pari dhe hin xhenet. Dua nga xhamia e pejgamberit.